Qëndroni, luftoni për vendin tuaj. Mos ulni kokën. Mos pranoni t'jeni në zgjedhje. Moto e Bill O'Reillyt për The Focus. Sot do të flas për disa pika. Përse Lachivita nuk mund të bëjë dot lobbying në departamentin e shtetit, nga që nuk është i regjistruar si lobist. Apo përsëritet 96-ta, Rama nuk shkon në festën e ambasadës amerikane për ditën e pavarësisë. Kërkojnë të impeachment të shkarkojnë presidentin Trump, ndërkohë që kanë toleruar dikur Barack Obama. Fitore e madhe për presidentin Trump, Gjykata Supreme ka ndaluar gjyqtarët federal që të ndalojnë urdhrat e tij ekzekutiv. Fillimisht me çështjen McGonigal. Siç e ndoqët dhe dje në Focus, dhe sot në gazetën Sot, të cilët kanë zbardhur emisionin tim, kanë rifilluar dhe një heretimet ndaj Charles McGonigal, ish drejtuesit e FBI-t në New York, i cili ka pasur lidhje të ndërthorta kriminale korrupsioni me Edwin Ramën. T'ju sqaroj diçka. Në Amerikë nuk mund të dënohesh dy herë për të njëjtin krim. Pra, për krimin e $225,000 të marrë nga Neza, ish oficeri i sigurimit, por që mund të jenë paguar nga qeveria shqiptare si shton eksponentët CIA, vendimi është marrë. Për këtë nuk ka më hetim dhe rigjykim. McGonigal do të rigjykohet si aset potencial rus, pra si spion i Rusisë. Në qoftë se kjo vërtetohet, mund të shkojë dënimi në tradhti nga 25 vjet, por dhe më shumë. Natyrisht që indirekt është përfshirë dhe kryeministri Rama. Nuk mund të hapet dosja hetimore lidhur me $225,000 të marrë nga oficeri Neza, por Nduçka, njeriu i Ramës, njeriu djalit të Hunter Bidenit, por edhe disa me lidhje kineze, mund të hapë shumë. Por lidhjet e Duçkës dhe sipas medias amerikane me miliona dollar të paguar nga Salilari, Kastrati, Mane, këto janë të medias amerikane, unë nuk i provoj dot, janë miliona dollar. Një deputet i Ramës, Rama e di mirë se kush, është ndaluar me $150,000 cash kur ka hyrë në JFK. Por ne do të qëndrojmë lidhje sepse indicen e kam pas nga gazetari jetuesi Mother Jones që FBI, gjykata dhe Departamenti i Drejtësisë mund t'ja jap dosjen Departamentit Drejtësisë, Ministrisë Drejtësisë në Shqipëri. Dumani ka mbajtur 6 orë Nezën. Pra askush nuk mund të thotë që hetime nuk ka. Edvini ka thënë që askush nuk mund të kontrolloj telefonin tim. Shenjat nervoze të Ramës janë mosvajtja tek festa kombëtare e Amerikës në ambasadën amerikane. Dikush thotë që e zë makina nga Sureli deri në ambasadën amerikane, por nuk e zuri treni, anija, avioni charter kur erdhi të dasma Alexës së Sorosit këtu. Apo përsëritet 96-ta, Lachivita nuk mund të kryej asnjë aktivitet lobist pranë departamentit amerikan të shtetit, sepse nuk është i regjistruar si lobist. Aq më tepër, siç ma ka thënë ambasadori Bolton, në departament përbuzen, injorohen, nënvlerësohen lobistët e Keq Street. Këtu në departament, kontaktet bëhen personale. Opozita duhet të dërgojë disa nga njerëzit e saj të zgjuar të vinë në departament të ngrejnë çështjen e tyre. Kaq. Natyrisht që një rol të madh do të kenë dhe shqiptarë amerikanët. Çdo shqiptar ka drejt shqiptar amerikan të kontaktojë senatorin e tij, kongresmenin ose kongresumën e tij. Për ta bërë të ndjeshëm departamentin, kongresin, senatin ndaj nesh.
nuk është aq e lehtë. Me firmosin e ligjit ekzekutiv për Ballkanin, tregohet edhe një herë që vazhdon politika e Departamentit Amerikan të Shtetit në lidhje me Ballkanin, ndaj korrupsionit dhe atyre që mbajnë peng demokracitë. Është ai që quhet autopen, jo se e ka firmosur vetë zoti Trump. Ju them edhe një herë që në departament 99 ose 98% janë ende liberalit e kohës Biden dhe Blinken. Është premtuar që do të shkrihen 300 byro dhe zyra, do të përgjysmohet buxheti dhe do të largohen të paktën 15%. Ende nuk ka nisur. Kjo e favorizon Ramën. Në lidhje me dosjen e Meganit, unë kam pasur një intervistë 2 herë ose 3 herë me Dan Friedman, do të mundohem në fund të emisionit ta fus përsëri, pra si veprohet kur korrupsioni është tejet kaq i madh dhe kur është kryer ajo porosia që ka ardhur nga zyra e Ramës, nga fuga, për të nisur një hetim ndaj Bashës. Këto janë krime. Dhe për këtë duhet hetoj spaku shqiptar. Por nga rihapja e dosjes Meganigal mund dalin shumë gjëra. Ja u them edhe një herë, nuk dënohesh 2 herë për të njëjtën gjë. Nuk është rihapur dosja për Shqipërinë për Nezën, Duçkën dhe Ramën. Është hapur si kandidat potencial spion rus. Por lidhet me oligarkët rus të çojnë te kryeministri ynë ku dihet që në ato 8000 faqe hetime ka shumë përgjime edhe për të. Trump dje ka deklaruar një fitore të madhe vendimin e Gjykatës Supreme në lidhje me ndalimin e të drejtës në shtetësisë nëse lind në Amerikë. T'ja u shpjegoj. Janë 700 afërsisht gjyqtar federal. Gjithkush nga ta ka të drejtë të bllokojë çdo urdhër ekzekutiv të zotit Trump. Natyrisht që këtu nuk ka ndonjë gjë kundra ligjit, sepse gjyqtari federal kështu funksionon. Por ajo që ishte pa logjikshme ishte që një gjyqtar federal në Maryland bllokon urdhrin ekzekutiv në të gjithë Amerikën. Dhe kjo ka bërë që shumë urdhra ekzekutiv zoti Trump të pezullohen, të ndalohen nga disa gjykatës federal të majtë, sepse gjykatësit 50-50 thuajse janë radikal të majtë dhe radikal djathtë, dhe kjo e bën të pamundur shkrimin e ligjit federal, se kjo është shkrimi i ligjit federal kur ti kalon me urdhër ekzekutiv. Gjykata Supreme tha që nuk kanë të drejtë gjykatësit federal lokal ta bllokojnë në gjithë Amerikën. Por nuk folën që a ka të drejtë apo jo zoti Trump për nënshtetësinë e gjithë kujt që lind këtu. Në fakt është 1648 kur fëmijëve të sklerurve ju lejua të merreshin nënshtetësinë por bazuar në jurisdiksionin e Amerikës. Dhe këtu është ajo fraza që Trump thotë kjo është për sklerit, nuk është për këta që vinë këtu anchor baby. Ka nipër e stërnipër të byros politike që kanë lindur në Amerikë, thjesht me vizita një javore janë bërë Amerikan citizen, qytetar Amerikan, turp. Trump thotë që në qoftë se nuk ke një prind në shtetës ose me green card, nuk ke drejt marrësh në shtetësinë. Gjykata tha që mbas 30 ditëve kjo do të funksionojë. Ku është problemi? Sepse Gjykata Supreme tha që gjykatat e ulta ku kanë bërë këto bllokime kanë të drejtë ta rishqyrtojnë, por jo ta bëjnë në rang Amerike. Pra, në ato vende ku Amerika kontrollohet nga djathtët, do zbatohet ligji Trump për të ndaluar nënshtetësinë përmes lindjes. Në ato vende, shtete ku gjykatat janë të majta, do të ndodhe kundërta. Ky është nonsens. Problemi mund të shkojë përsëri në Gjykatën Supreme, e cila është 6-3 konservatore. Pra, a ka të drejtë apo jo zoti Trump? Dje nga fitoret e tjera të Gjykatës Supreme ishte që prindrit kanë të drejtë, mbas një padije të bërë nga kishat e katolike dhe muslimanët të Amerikës, që fëmijët prindrit kanë të drejtë të heqin fëmijët nga ato klasa ku fillojnë të lexojnë libra për gejt LGBT. Fitore. Tjetra në Texas, gjykata e dha drejt që në lidhje me faqet pornografike është detyrim të jesh 18 vjeçar. E vetmja që mbron tradicionalizmin, nacionalizmin, vlerat themeltare të këtij vendi është Gjykata Supreme. Gjyqtarët federale mbrohen nga presidentët. Kemi gjyqtarë të Reaganit, kemi
që në kohën e Bushit, Obamës, Bidenit, Trump. Dhe ideologjia atyre vendos kjo është në favor. Trump është presidenti më i fuqishëm ndonjëherë. Gjykata Supreme i dha një mbështetje të madhe kur presidenti ka imunitet, nuk mund të dënohet për çdo veprim që ka bërë si president, por precedenti është që mbas 3 vjetësh mund të jetë një president demokrat, ose mbas 7 vjetësh, dhe do të ketë këtë fuqi të madhe me urdhat ekzekutiv. Është faji i Kongresit që ka dhënë shumë pushtet tek presidenti për urdhat ekzekutiv. Trump ta do të vazhdojë. Me atë që ndodhi në konfliktin Iran me Izrael, Trump kanë drejt që të jetë jo hiperbolik, por tallës, shpotitës. Si ka mundësi që ajo fytyra e përshtirë që u fut nëpër kanale për të ruajtur jetën, Khamenei dele thot fitore madhështore. Në Trump i thot turp të kesh edhe fetar, s'duhet gënjesh, të shpëtova. U nisën avionët e Izraelit të vrisnin. Agli. Dhe unë, thot Trump, do ta godas përsëri Iranin nëse synon të bëj programet bërthamore. Presidenti Trump tregoi forcë. Condoleezza Rice e vlerësoi rikthimi besueshmërisë amerikane. Mitch McConnell gjithashtu. Pra i tha që rreth tij janë njerëz që duan izolim, nga zëvendës presidenti, Rubio, të gjithë. Trump këtë radhë ishte në rrugën e drejtë, tregoi forcën e Amerikës. E mbështeti Bolton, e mbështeti Pompeo. Tani çon si ka, u larguan 400 kilogram uranium apo jo? Këto janë me if. Natyrisht jo kam thënë, Trump mos e dëgjoj çfarë thotë, çfarë shkruan, por çfarë bën. Aksioni ishte perfekt. Personi që e ka mbrojtur në mënyrë dinjitoze është shefi i shtabit përgjithshëm, ish pilot, ish ushtarak i lartë, i cili tha që bombardimi ka qenë fenomenal. Një nga pilotët tha që kam parë një inferno, një shpërthim të paimagjinueshëm. A mundet ata të kenë spostuar? Justifikimi që jep Trump që janë të rënda 400 kg si pambuk, si çelik, njësoj peshojnë. Mund të ku i çojnë? Izraeli kontrollon gjithçka. Me njëre majta, amerikanë ka filluar të sulmojë dhe kërkon impeachment pra shkarkimin e tretë presidentit Trump. Sepse ka bombarduar pa autorizimin e Kongresit. Një aksion fenomenal, brillant. A thua ky është presidenti i parë? Haruan këta të majtët amerikanë që Barack Obama, dëgjoni me vëmendje, ka urdhëruar 26.000 bombardime, 26.000 bomba. Siri, Yemen, Somali, Libi. Madje ditën e fundit para se të ikte nga Shtëpia e Bardhë, duke ditur që do të vinte zoti Trump, ka dërguar B-52 stealth, të njëjtit avion mbase të njëjtit pilot, për të ribombarduar Libin. Ndaj Obamës asgjë. Në qoftë se ata do të bëjnë këtë impeachment, do të bien bet në këtë grazë do të mbasin garën për Kongres, sepse të gjitha këto do të jenë reklama. Dhe njerëz reklamaxhin si Laçevita e Gombëri këtë punë do të bëjnë, siç bëri herën e parë. Aq më tepër që 128 kongresmen demokrat aktual kanë votuar kundër impeachment në mandatin e parë. Demokratët nuk afrojnë asgjë. Nuk kanë asnjë alternativë. Dhe ndikimi i politikës së Izraelit është shumë i madh. Trump ka qenë shpërthyes në një kandidati demokrat socialist, si cilësohet, Mamdani, i lindur në Ugandë, përpara 3 vjetësh ka marrë në shtetësinë me prindër indian, socialist. Megjithatë, ai nuk po vjen as me armë, as me dhunë, nëse newyorkezët i japin me votë, tregon nivelin ku ka rënë qytetit ku unë jetoj. Në fakt, masa e madhe të rinjve e shikojnë të pamundur të konkurrojnë në këtë sistem ku favorizojnë oligarkët të pasurit që nuk paguajnë share fair sipas të majtës.
edhe pse rreth 47% nuk paguajnë taksa për të ardhurat se janë në nivelin e varfërisë. New Yorku ka një buxhet shumë të madh, $116 miliardë. Madmani ka premtuar gjëra që autobuset falas, dadot e daycareve do të paguhen $35 ora, do të hap dyqane shtetërore të bashkisë për frutat dhe ushqimet. Pra, kërkon të shes diçka utopike dhe do të heq nga miliardat e dollarëve për departamentin e policisë. Problemi është që Cuomo nuk është tërhequr, do të hynë garë si i pavarur. Republikanët nuk kanë e kandidat. Establishmenti, por dhe amerikanët e zgjuar mund dhe duhet votojnë Cuomon. Nuk është aq e thjeshtë, shumë pak votojnë New York, kur janë zgjedhjet për kryetar bashkie, një qytet që mbi 50-52% janë afrikan-amerikan, meksikan, dhe e majta ka një bazë të madhe. Quhet nga ta qytetet e shenjta për të marrë emigrantët dhe për ta janë dhe miliona dollar për së dispozicion. E djatha e ka shumë vështirë. Ju them që Trump në Manhattan, në zonën e vet, herën e parë ka marrë 4%, këtë herë 7%. Por për guvernator, Zeldin e bëri garën shumë ngushtë, dikur ka qenë Giuliani. Këtu do të duket qartë fytyra e demokratëve. Një figurë e tillë do ta shkatronte në garën ndaj republikanëve, do të jepte më shumë municion Trump. Sepse demokratët nuk kanë lider. Është Sanders socialist dhe Cortez, të cilët të flasin, broharasin, por nuk rafojnë asgjë. I mungon një Bill Clinton i madh centrist. Republikanët mund ta humbasin Kongresin, po ka shumë gjasa Senatin ta mbajnë dhe të fitojnë përsëri për president. Duket se deri tani favorizuar është J.D. Vance. Rubio ka rënë, DeSantis duket periferik. Ende është shumë shpejt. Javën tjetër do të fillojnë tarifat. Ka premtuar një paqe edhe me Gazën me Izraelin, Trump duket në rrugën e drejtë. Shpresoj që ndaj nesh të ketë sadopak vëmendje administrata e tij. Deri tani nuk e ka. Ajo që më bën optimist është hapja e timeve të McGonigal, pra opozita duhet bëjë trysni ndaj kësaj. Ftohtësia e departamentit deri tani, indiferenca, mosnjoja, hutimi dhe mendjemadhësia, fotollyku i Edwin Ramës, që përsëri nuk shkon në festën kombëtare të Amerikës. Mbas e shikoni videon, subscribe, abononi for free falas në kanalin tonë. Ju falenderoj. Ku do në Shqipëri?